Ka thirrje nga baza e PD-s, shkurti dua këto dy të fundit, që do hynin në grevurie. Përballoni dot me ysh vërtet. Ylli. Se ti qeshur, po Doriç pa ngrënë gjërat. Ylli. Ilir Meta mendon që ka qenë i fundit që u lidhi Shami aty dhe ulën në parlament. Ylli. Greva. Po. Jo, Dhe Flamuri shket mund të hyjmë, dhe Flamuri po. Çfarë do të bëjmë? Unë i thash, hapi i parë është ky, pastaj do bisedojmë për çdo hap tjetër. Ylli, hapi i parë është dokumentim, argumentim i farsës dhe delegjitimi i kësaj. Sa vazhdon kjo Flamur? Hapi i dytë do të vijun këtu dhe do bisedojmë për hapin e dytë dhe të tretë. Hapin e dytë dhe të tretë do kemi. Dhe ti e di që unë e mbaj fjalën, kur them do vi do vi. Tani Apo s'është kështu? po këtë drejtë ne jemi miq bashkë, e the mirë ti dhe do të jemi, do vazhdojmë. Pa diskutim. Bashkë, por Ndahemi në disa qëndrime. Po, ndajemi. Por në disa do gjëra. thotë gjë. PD tani është parti që mund mendoj që Flamur, pavarësisht nga dëshira që ti ke, janë njerëz që ke punuar më shumë, mund të vlerësoj, nga njerëz që ke punuar më shumë vërtet aty. Në sidomos në këto zgjedhje. Sepse ajo pjesa e mos e erdhi aty me vrap për të marrë mandatet aty. Ti mos thuaj se i rëmbeu mandatet e tani ata mund të bëjnë tjetër, siç është ky avokati, se nuk thotë se kod ai. Por ju për shembull, pse dhe unë për shembull këtë emisionin, po nuk e pa më njeri Flamur, do ta mbyllur. Qartë. E shikoj unë, e shikoj njerëzit, e shikojnë tani. Për fat të Zotit, rrofshin, të gjithë ta e ndjekin shumë, baton. Po nuk e pa njeri, edhe ju ore mund ta mbyllni. Atë bëj pyetje, Si e mendon ti tani? Po, atë bëj pyetje unë tani. Të ta kthem. Jo, je përgjigjen e kësaj. Përgjigjen time do të kesh me pyetje. Do ta jap me gjysmë pyetje. Fute. Ashtu dhe. Në rast se këtij emisionit tat, sa herë dalësh ti emision? Me mbyll Rama. Ta mbyll. Më thuaj ti, a je ti fajtori që emisioni nuk shikohet apo është tjetër kush? Jo. E drama ka qenë e dyrë. Kjo është përgjigje. Ka mikur unë. Kjo është Ka përgjigje. njëri televizion. Kjo është Jo, ka mikur. Kjo është përgjigje. Bile e dramës i thash njerë këtu, shiko, po Kjo erdhe është ti përgjigja. prap. Në Kjo është 2021 përgjigja. I thash e dramës tu, jam të Po erdhe ti prap, i thash unë ka rrezik ta shfaq Telana. Do vë një perde, i thash, dhe do jap emisionin. Se mos ma mbyllësh. Po qeshte. E se ne mund ta mbyllte mo. Edhe më ka bërë në një dy televizione më ka bërë. Po tani jo vetëm me drama, më kanë bërë ata që punonin aty, të zotët e televizionit, se ashtu ju duaj. Po me urdhën nga Rama, nga Fuga, nga kështu. Po merrnin harxhet e tyre ata. Po pra e di. Ti e di mirë ti. E di pra e di. E di. Tani, problemi është edhe ju, mbyll. Edhe ti merresh me një Të punë. dhash një përgjigje unë. Merresh me një punë. Jo, të dhash një përgjigje. Edhe. Ne jemi me emision dhe Mi jemi me emision, të ka thënë doktori, mision, këtë farsën dhe mision. Ka edhe i problem të dhe, se këtu thuhet, o e mbyllim, ose e mbajmë kështu si qësh. Ore, ka dhe i rrugë tjetër, më të reformojnë, o bërë. Sepse këta, po, këta kanë që, shiko, faj. Por e ti jene vete tani, këta pa u reformuar vetë, si mund të reformojnë. Këto momentalisht. Po ma të bëjt pide unë tash, se po du të bëjmë Po si mund të reformojnë këta? me emra s'dua, se do të fus pastaj në kështu me Por e ke njeri të reformuar, aty që të reformojnë. Qarë të reformojnë? Aty e ndedhu njëzë më të reformuar. Ore, jene vete ti. Po mirë valla tash. Ore, Do bëhet kjo punë, por. do mendosh ti normalisht si njeri apo? Që këtu është mendimi është bërë, mendimi, se kë vjen në fillim në emision më thonë, duhet mendim tot. Batoni. Po këtë gjesh më? Të nderuar teleshikus Flamur Noga. Jo, ke drejti. Miku i emisionit. Por ju mendon vetëm Rama, dhe ju tjerë zbatoni mirë në rregull. Rama i shkreta. E po kështu s'mbyllet emisioni tash. Që do të E thuash? vërteta. A vërteta? Asgjë nga ato që do Rama nuk janë thënë. Jo vetëm këtu në çdo emision. 2021-shit, kishte një parti demokratike që kishte një imazh të ri. Figura të reja, deputet të rinj, një lider i cili nuk kisha si probleme Shtetet Bashkuara, madje Po. ajo ambasadori e Shtetet Bashkuara thoshte Luli Basha e kishte Luli Basha e kishte dilte dhe fliste për ndryshim bile. ja kishte hequr emrin e gjatë. E kupton, nuk i mungon të asgjë që të në pushtet, përveç kushteve të zgjedhjeve. Pra, nuk është problemi a do reformohet PD-ja. Po ai humbi A pak. do bëjë zgjedhje. A bën zgjedhje me Dirama, kështu është i pari. Anton, A do krejt reformohet lista PD-ja. e mbyllur e PD-s. Oferta duhet përmirësuar Tashme, vazhdimisht. krejt lista e mbyllur e PD-s e tashme. Ore, zëm se iku Berisha, Ka Mul qenë- Noka, një sekundë, një pyetje kam. Iku Berisha, iku Mul Noka, këtë gjithë PD-ja. Do vjedh më dhe Dirama zgjedhjet apo jo? A ndaloni ju vjedhjen pastaj? Jo, po të mos flisim po të pralla. reformohet PD-ja, Tu është do problem. ketë Ortek votash kundër Ramës. Ku ka O zotri, Unë ku mendoj, po pyet për Ortekun, ti je interesik apo jo? Ore, siç ka fituar PD-ja, zotri, siç ka fituar PD-ja në ka pura 92-shin vota. përballë O, zotri. partisë punës, që është makineria O, zotri, jo. më ekzemplar që ka pas në herë. Jo, patjetër. jo. Jo më valla se njerëzit po të Jo. besuan, mul. Zotri, Njerëzit nuk besojnë. zotri, Besuan njerëz ka Ram që i zotri, bën ballë. zotri, Nuk shet jo Ortek, Orteqe,
përgatit ti në mendjen tënde, këtu nuk ka votime, nuk ka zgjedhje. Po s'ka më se nuk e mban dot ai. Ore jem Tereziti apo jo? Ore, ju keni hyrë fatalizëm, o burr, ju thoni s'fitojmë dot. O zotri, ka një rrugë. Vetëm ju jeni opozicië që thoni këtë. Po si bindëm ne. O zotri, Ju po thoni më s'fitojmë dot. tregoti mua një autokraci ku ka zgjedhje. Po zgjedhje, hajde flasim fitojmë apo jo? Shiko, unë jam dakord që këtu ka shumë element fort të autokracisë. Po ky vend e para herë është i varur nga ndërkombëtarët, se nuk është kaq kollaj këtu, domethënë që ti të bësh sallat tu sa të bësh. Ti ke edhe ndërkombëtarët kundra, Në zgjedhjet e fundit në Bielorusi, të gjithë ndërkombëtarët ishin kundër Lukashenkos. Opozita pretendoi po tjetër gjë Bielorusia më burr. Një lloj, asnjë ndryshim. Bielorusia ka Rusinë afër, ma Asnjë ndryshim. Edhe ti ke Serbin afër, prava më tregoti mua. Dorin protesta. E ka bërë Ka ndodhi si përfundim Lukashenko jo. Afërsia gjeografike pas ka të bëjë me E ka bërë Arjan Çani herë i thoshte. Ai vazhdon me Ai a ke lidhje ti me rusët i thoshte bashkë tha jo tha, po as me rusët paske. Po ai ka rusët në krahë, normal që janë ndërkombëtarët e rusët. O zotri, si çka keni ke rusë? Ore ju keni paguar këto më thot njëri më shkruan në ka lidhje. paratë e antarësimit të Kriskës, të ICD-s. Po të reformojnë këta e mund në Ramën. Problemi është e Rama, pastaj tek reformimi të tës. Si do të bëjmë Edi Ramën bëj zgjedhje, pastaj Partia bëjnë ofertën. Demokratike. Ofertë pas zgjedhje si. Partia Demokratike në 92-shin ka marrë shumicë kushtetuese përballë Partisë Punës më burr. Ishte guri i fundit i dominos. Ka marrë 2/3 parlamentit. Po edhe ky është i mbaruar me se ka gjysmë e qeverisë në burg. O Ergys. Ky ka gjysmë e qeverisë. O Ergys. Gjëja e parë që çdo shqiptar duhet të ketë problem sot është zgjedhje dhe vot të lirë. E dyta, pastaj çdo për opozita nderuar kjo më fal një sekondë. Kjo për sa kohë në Shqipëri s'ka zgjedhje të lira dhe s'ka votë të lirë, çdo diskutim është avokati e farsës dhe regjimit. Unë jam shumë dakord. Unë jam shumë dakord. Ku është ofertë? Sa lekë jep ti, sa jep unë? Ore i keni pagu këto të ICD-s, më shkruajnë se Luli nuk i kishte paguar dhe nuk i jepni ftesë ore për në mbledhje. Si që më kujtohet mua që kemi qenë njërë me IFE-n me ishim të ICD? Ishi to, keni bërë deklaratë? Atëherë pra do me thënë ju jeni këta janë të regullë, paguajnë se më shkruani. Vazhdojmë. Unë them, pa tjetër që vota lirë shumë rëndësishme, por që ti ta motivosh shqiptarin, qytetarin, që të vi pas teje, luftoj për votën e lirë, duhet të dëshmosh që e ke seriozisht më. Ergys. Dhe problemi është që këtu nuk beson askush as te ju as tek dhe prandaj dhe nuk tani Ergys, po tani s'kemi kohë fare. Nuk beson ti, nuk se s'beson kush. Po jo më mirë. Nuk kemi kohë fare. Me gjithë farsën, me gjithë blerjen, me gjithë presionin, janë 500.000 votues që kanë besuar. Prit. Pra, po ju them për herë të fundit edhe ta mbyllim. Në një vend që nuk ka zgjedhje të lira, në një vend që nuk është e shenjtëruar vota e lirë, aty s'ka demokraci, aty ka autokraci, dhe gjëja e parë që duhet luftuar dhe duhet kërkuar është të shenjtërohet vota, të instalohet demokracia dhe pastaj të hyjmë bëjmë analizë për opozitën,